Përshëndetje të nderuar miq. Sot nuk kam asnjë skalet në dorë, kam vendosur të jap mendimin tim për të gjithë këtë zë që është ngritur në lajmet që po qarkullojnë lart edhe poshtë për showbizin, për artistët, për këngëtarët, por edhe duke inskenuar situata. Pse do të them duke inskenuar situata? Me patjetër që jo nga ana e protagonistëve. Ditën e djeshme u përfol shumë, u krijua një ankth tek publiku për Redonin edhe për Gjestin, që Redoni dhe Gjesti që kanë takuar në një hotel, aty ku është Gjesti i vendosur në Prishtinë, dhe që kanë ngrindur jashtë. Tani, po të më thonit që Redoni dhe Gjesti janë takuar, kanë pirë një kafe dhe mund të bëjnë një projekt së bashku, unë do ta kisha besuar plotësisht. Por që Redoni dhe Gjesti që kanë takuar në një hotel, aty ku Gjesti dhe Egli janë të pozicionuar, dhe që kanë ngrindur jashtë për Eglin, kjo jo njëherë që nuk është profesionalizëm fare, por është edhe një gënjeshtër aq e kapshme sa që edhe një kalamo e kupton që është gënjeshtër. Po çka ka Redoni, ai djali mrekullueshëm, ai djal me atë kulturën aq të mirë, ai djal që ka folur fjalët më të bukura në të gjitha daljet e tij publike, ndaç për Eglin, ndaç për Gjestin, ai djal që kur një fjalë të keqe nuk e ka thënë, dhe ky çuni që në intervistën e tij tha që un po të futem në Big Brother, do të krijoj një marrëdhënie shumë të mirë, domethënë me të dy. Dhe çka ka Redoni me Gjestin që të kenë grindje? Ka patur Redoni lidhje me Eglin? Jo. Redoni dhe Egli qëndruan shumë pak brenda asaj shtëpie, domethënë aq pak sa që ne nuk patëm kohë të ndëgjojmë një histori nga Gili, të dëgjojmë një histori nga Redoni, sepse koha ishte shumë e shkurtër. Tani, kur u bë Redoni i dashur i Eglit, nëse Redoni thot, unë do ta pres, ka thënë më herët në për intervista jashtë Eglin, ka çdo të drejtën e botës që derisa Egli brenda shtëpisë nuk kishte asnjë lloj lidhje publike, Redoni të shprehte pëlqimin e tij. Redoni ka treguar për çfarë arsye ka pëlqyer Eglin, e ka pëlqyer natyrën e saj, e ka pëlqyer mënyrën se si Egli ja ka shprehur dëshirat, kanë kaluar një histori gati të njëjtë me punën e depresionit dhe Redoni dhe Egli, dhe kjo ka qenë arsyeja pse Redoni Eglin e ka pas shumë për zemër, për faktin sepse Egli ka kujtuar një njeriu që Redonit i ka vdekur në jetën e tij. Dhe sot po komentojnë që Gjesti është grindur me Redonin. Unë e them, dhe jam shumë i sigurt për këtë që e them, që Gjesti gëzon një respekt të papar për familjen e Redonit dhe për Redonin, sepse Redoni është djali i Ilir Beranit. Ilir Berani është kompozitori, tekstshkruesi, autori i shumë hiteve shqiptare. Domethënë i shumë hiteve shqiptare, kur flasim nga ikonat më të mëdha deri te këngëtarët më të ri sot. Dhe ky personazh në Kosovë, por edhe në mbar shqiptarin, gëzon një respekt të papar. Dhe Redoni nuk e ka njohur Gjestin, ai e ka thënë edhe në intervista që personalisht nuk e njoh që në Big Brother Kosovën, por e njoh edhe më herët sepse po bënte ca këngë. Domethënë Gjesti nuk është një figurë e panjohur në Kosovë, sepse ka patur një këngë që ka një tekst Kena me pas një mbi emër, tani është mënyra e Gjestit si këndon. Dhe mbaj mend ajo kënga është bërë shumë virale në TikTok, Gjesti para se të futej në Big Brother. Dhe Redoni ka gëzuar një respekt të papar, që ta shpjegojmë këtë lajmin, domethënë që edhe ju ta kuptoni. Nuk ka patur asnjë zënk, nuk ka patur asnjë takim, sepse ju e dini shumë bukur që ne shqiptarët jemi të parët nëse ka një video për ta nxjerrë. Ore, nuk mund të ikën Gjesti kaq shumë kamerave, Gjesti ka shikueshmëri të frikshme, nuk mund të ikën në asnjë mënyrë. Të ndodhë një gjë e këtill, vet roja te dera i pari është ai që xhiron. Ai hoteli nuk është me alien, është me njerëz, ai hoteli nuk është me fantazma. Dhe aty ka njerëz. Aty lëvizin, hyn, dalin, ka në rrugë, ka në obor, ka roja i parkingut, ka shumë njerëz aty që kapin një video. Prandaj do kisha dashur shumë që të mos njollosim
personazhe të këtill. Nëse duam të flasim për Redonin, kemi shumë çfarë të flasim. Redoni, ja po u them unë, ka bërë një këngë të re, një këngë shumë e bukur që ka të bëjë me shqipet, ka të bëjë me shqiptarët. Redoni nuk është se kishte hyrë për famë në Big Brother dhe këtë e argumentoi dhe më pas saj, sepse Redoni e kishte kulmin e ndjekshmërisë, e kishte kulmin e audiencës dhe mundeshte të përfiton të bën një këngë nga kjo gjëja. Redoni nuk bëri këngë, Redoni imagjinoni tani nxjerrën këngë, që ja Redoni më ka kushte për të bërë këngë, ja mos thot njeri. Redoni është fokusuar në studion e tij që dëshiron të bën projekte, bën këngë dhe do të ishte shumë e bukur që Gjesti të bënte një këngë të Redoni dhe do të ishte fantastike kjo gjëja. Do të ishte shumë e bukur që Egli të bënte një këngë të Redoni, sepse në fund të ditës Egli dhe Redoni nuk kanë patur asnjë gjë. Thjesht një njohje të afërt brenda në shtëpinë e Big Brotherit. Dhe kjo nuk kupton që ato janë çift, domethënë mos i dramatizojmë gjërat kaq shumë, se nuk është edhe e bukur që t'japim dezinformacione për publikun. Nuk ka patur asnjë zënk, marrëdhënia e tyre është domethënë një marrëdhënie normale. Redoni nuk ka qenë në Big Brother brenda kur ka qenë Gjesti. Gjesti nuk ka qenë me Redoni, domethënë janë dy personazhe nga Kosova që kanë qenë brenda një formati që kanë pas të bëjnë me të njëjtën gocë, njëri që është afruar shoqërisht edhe ka ndarë disa momente të bukura nga jeta e tij që në fakt ka hapur zemrën për t'i treguar një ngjarje të vështirë në jetë që i ka ndodhur, që në këtë rast është Redoni, dhe në anën tjetër është Gjesti që kjo goca e mrekullueshme, kjo Egli jon e dashur, u dashurua tek ai çuni dhe s'ka asnjë gjë të keqe në këtë botë të duash dikë dhe s'ka asnjë gjë të keqe në këtë botë të hapësh zemrën për një histori që ti të ka ndodhur në jetë me një shokun tënd. Gjesti nuk e paragjykoi në asnjë mënyrë Eglin. Në momentin kur erdhi Olsi brenda në shtëpinë e Big Brotherit dhe falenderoi që ndoshta Olsi Biliku edhe mund ta përdorte këtë gjë për interesin e tij, por Egli qëndroi stoike, Gjesti qëndroi stoik dhe vazhduan marrëdhënien e tyre. Ato janë personazhe publik, te personazhet publik lidhjet nuk janë njësoj si te ne. Domethënë kanë disa gjëra pak më ndryshe sepse kanë dhe mënyrën e të shprehurit, e bla bla gjëra të këtilla, por gjithsesi është një marrëdhënie shumë e bukur që do kisha dashur që Gjesti dhe Redoni të krijojnë një shoqëri. Redoni e tha shumë bukur, Redoni është djalë me shumë kulturë dhe me shumë traditë dhe e tha shumë mirë kur e ka pas pyetur moderatorja se luan topit në qoftë se do të takohesh tashmë me Eglin pasi do del nga Big Brotheri. Redoni tha shumë mirë që do të takohemi me një takim familjar, që nuk kupton që unë Eglin nga sot e respektoj thjesht si një Egli dhe si mike, sepse nuk kam patur diçka personale me të. Andaj që ta përmbledhim këtë që unë komentova tani, mos i besoni lajmeve të reme, zënka e Gjestit edhe e Redonit është krejtësisht një lajm i rem.